Do të kemi një rrëtim të thënë nga një person, por që është historia e shumë njerëzve, shumë familjeve të Krushës së Madhe dhe asaj të vogël në komunën e Rahovecit. Po flasëm për zotërisë Selame Hoti, i cili është kryetari i fshatit të Krushës së Madhe, me të cilën do të flasim në lidhje me 26 vjetorin e masakrës së Krushës. E kemi në lidhje të drejtë për drejtë zotrin Hoti. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje edhe për ju dhe televizionistit tuaj. Zotri Hoti është bërë 26 vjet prej kur ka ndodhur themi ndër krimet më të mëdha të Serbisë në Kosovë, po flasim për masakrën e Krushës, edhe ndërkohë që ende mbeten shumë njerëz të zhdukur. Në këtë periudhë, çfarë emocione, çfarë ndjesie ngjall marsi për ju? Si ta themi, marsi është një muaj goxha i vështirë, jo vetëm për ne si familjar, fshatin, por edhe fshatrat përreth, mbar Kosovën, pasi që dihet historikisht se në mars gjithmonë ka ndodhur revolucione, demonstrata, protesta dhe ajo kënga që është bërë tani më e famshme, sërish vjen marsi, edhe te ne, edhe kësaj radhe erdhi marsi me lot, me dhimbje, me përkujtime, me ato se si jetonim me ata familjarë të cilët na i mori Serbia fashiste gjenocidale. E rëndë, e vështirë, por gjithmonë me atë krenarin që ata shkuan për të na sjellë lirinë, për të na bërë të mundur që ne sot të punojmë, të prosperojmë, jo vetëm në të mirën tonë si familje, por edhe për mbar Kosovën e mbar kombin. Zoti Hoti, si në Krushë të Madhe, ashtu dhe në Krushë të Vogël ka ndodhur krime gjenocidiale që i përmendët edhe ju. I njenit personat të cilët kanë kryer krime, masakër në Krushë të Madhe të Vogël? Po, për hir të korreksis dhe të gjithë atyre që na shikojnë, vetëm dua ta bëj një përmirësim. Krusha e Madhe është e fundit në drejtim të Prizrenit, që i përket komunës Rahovecit, ndërsa Krusha e Vogël është e para në komunën e Prizrenit. Po gjithsesi ne jemi bashkë dhe fatin e luftës e patëm të përbashkët. Krimet e gjitha ato që ndodhen ai gjenocid ishte i numër 1 që i themi ne në shtëpinë e Haxhi Çerkin Shalës, aty janë vrarë 18 njerëz, 18-20, dhe e kemi të mbjetuarin e vetëm nga Event Selami Elshanin nga rrethia e Rahovecit, fshat afër nesh ku ka qenë edhe qendra shtabi UÇK-s për zonën tonë, e ai ka qenë të jeti djegur dhe neve na ka ndenju shumë ai rast që në vend se të merret Selami Elshani mbjetuar asaj masakre, janë marrë ose nuk janë marrë fare njerëz të zonës tonë, të cilët më së miri e munden me dëshmuat se çfarë ka ndodhur, çfarë krimi, duke i ndëgjuar edhe serbët me emër ose me zë gjatë asaj kohë, duke hull benzinë gjitha ato. Dhe nga aty ne kemi kuptuar që drejtësia ndërkombëtare